Miq të dashur, mirë se erdhët, ja ku takohemi sërish në pjesën e tretë të Villa 24 për ditën e sotme. Në fakt do t'i dedikohemi shtëpive tona këtë pjesë, por mënyra se si ne arredojmë shtëpitë tona, shpeshherë ju kemi njohur me inserte apo këshilla të ndryshme praktike se si mund të arredoni shumë shpejt, shkurt, me pak kosto, me mënyra të ndryshme shtëpitë tuaja. Sot do të sjellim një tendencë të re të kategorive të arredimit në shtëpitë tona, kryesisht në shtëpi. Jetojmë në kohë moderne, por ka një tendencë mbase por t'ju rikthyer arredimit të klasik dhe se si mund ta përshtasim këtë arredim klasik. Por çështja është se a ndikon, le themi, karakteri apo personaliteti i gjithë secilit prej nesh edhe në arredimin e shtëpisë tonë, pra në ambientin ku ne jetojmë, sa ndikon, le të themi, tipi i të dy bashkëshortëve për të sjellë një shtëpi moderne e stilit klasik, e cila do qoftë ajo. Këtë bisedë do ta ndaj me zonjën Theodora Rafti. Përshëndetje Theodora. Theodora është nga Saranda, jeton në Athinë, është inxhiniere ndërtimi, ka punën e saj në Athinë, është fokusuar si interior designer, ka projektuar dhe arreduar, le themi, shumë vepra shtetërore të Athinës, apo jo, Theodora, dhe sigurisht edhe disa personazhe të njohur të Janinës. Pra është e njohur në këtë fushë, ndaj dhe ne kemi preferuar që të zhvillojmë një bisedë mbi këto tendencat e themi të arredimit apo se sa ndikon pikërisht karakteri ynë në arredimin e shtëpisë. Mirë se erdhe Theodora. Mirë se ju gjeta. Enkas për ne. Faleminderit. E ndala pak, le them, teleshikuesit tek kjo pjesë, sepse më duket shumë interesante. Sa mund të ndikojë, le themi, të qenit serioz, të qenit emotiv, ose çfarë do lloj tipi që mund të kemi edhe në ambientin që krijojmë në familjen tonë. Ndikon? Ka lidhje të drejtë për drejtë? Patjetër, dashur që ndikon. Është shumë e rëndësishme. Do me thënë, dizenjusi që të ketë sukses në punën e tij duhet fillimisht të ketë kuptuar karakterin e njerëzve që do t'i arredojë ambientin. Shumë i rëndësishëm. Aty qëndron dhe suksesi i punës së tij. Do me thënë, që të bien dakord të dyja palët. Që të jetë rezultati i mirë. Arredimi çfarë qëllimi ka në thelb? Arredimi ka një qëllim, të gërshetojë në mënyrë absolute funksionimin bashkë me lishmërinë. Nëse i ka bërë këto të dyja një, atëherë ka sukses. Pra të kemi një ambient funksional, të kemi dhe hapësirë. Dhe hapësirë. Tani çfarë ndodh? Funksionimi, kur nuk kuptojmë funksionim, nuk kuptojmë të jetë një ambient që ne aty brenda gjejmë çfarë kemi nevojë për të jetuar këndshëm. Kurse lishmëria është ajo që lidhet me karakterin e njerëzve, kjo që më thoni. Lishmëria është ajo që i jep njeriu hapësirë të frymëzohet në këtë ambient, të rojë këndshëm, të rrisë fëmijët e tij në kushte të mira, të lidhet me fëmijët e tij, të shplodhet, të bëjë ëndra për jetën, t'u jap krah fëmijëve. Këtë e kupton duke kuptuar karakterin e njeriu. Dhe si ka ndryshuar në fakt, sepse kam përshtypjen më parë sikur i ngarkonin pak më shumë shtëpitë dhe ambientet. Sot duam gjëra më praktike, duam praktike se sot jemi njerëz të lodhur. Sot nuk jemi si një herë, një kohë sot punojmë shumë orë, 15 orë në ditë, 13 orë në ditë, dhe duam që kur vëmë në ambient të shplodhemi. Dhe nëse ambienti jon personal nuk na shplodh, atëherë dizenjuesi nuk ka arritur qëllimin e tij. Me thënë duhet të jetë funksional, suksesi i tij për të arritur. Që të arrijë këtë gjë duhet të ketë kuptuar karakterin e personave që dorojnë në këtë ambient. Do me thënë një ambient mund të jetë shumë i bukur, shumë i këndshëm, por ne mos na përfaqësojmë. Mos të jetë pjesë e jotës sonë, të jetë pjesë e karakterit tonë. Është e vërtetë. Meqense ju jeni orientuar më së tepër dhe jeni fokusuar tek ambientet klasike, tek dizajnet klasike, cilat personalitete i përafrojnë më tepër kësaj tendence apo kësaj kategorie arredimi shtëpie? Ne do ndjekim edhe foto të shtëpisë së Theodorës në Athinë, të cilën e ka arreduar pikërisht në Janinë, më falni, të cilën e ka arreduar pikërisht me këtë frymë, me një ambient klasik, tërësisht klasik. Sa lidhje ka? Nuk do mundesh atë të përgjigjesha me saktësi cilat karakter, se më ka ndodhur që janë njerëz, e kanë këto shtëpitë klasike i pëlqejnë njerëzve që janë me profesione të larta, po pëlqejnë dhe njerëzve të thjeshtë që kanë nga ana tjetër mundësinë ekonomike. Përgjithsisht u pëlqen njerëzve, ky ambient pëlqen nga njerëzit që duan të mbyllin ciklet e jetës. Do me thonë, kur bëjmë një investim për një shtëpi të madhe, duan diçka që të qëndrojë gjithmonë e bukur. Dhe këtë aftësi e kanë në veprat klasike, se i rezistojnë kohës. Do me thonë, nuk është ngjyrat janë ato që bëjmë për karakterin, që kanë lidhje me karakterin, po stili është më i përhapur. Nuk mund ta përcaktojmë stilin, se në çfarë kategorish njerëzisht shkojnë. Do me thonë, ka njerëz që janë profesorë të shkolluar, që janë profesorë me nivel mendor të lartë dhe duan moderne. Ka të tjerë që janë të njëjtin nivel që duan klasike. Nuk mund ta përcaktoj këtë saktësisht.
Po, përgjithsisht klasikja ka shumë arsye që zgjidhet edhe në kohët moderne. Në kohët moderne, po, ka shumë arsye. Arsyeja kryesore është kjo që thash e para që i reziston kohës. Dhe kjo ndodh se veprat klasike kanë elementet që përdoren në veprat klasike janë standard, nuk ndryshojnë me kalimin e kohës. Shumë para 10 vjetësh në arredim në modern ekzistonte betoni, ngjyra e betonit dhe druri. 15 vjetësh, 10 vjetësh. Tani shtohen elemente të tjerë, veç betonit, veç drurit është shtuar xhami edhe inoksi. Këtë nuk e rëndeshim në klasike. Në klasike janë standarde. Ka çfarë elemente ka që bëjnë një ambient klasik? Po, janë të caktuar dhe shumë të përcaktuar do thosha. Në qoftë se duam të bëjmë një ambient klasik të rësisht nga fillimi që nga ndërtimi, duhet që mund ta shikojmë edhe te fotografitë e jashtme. Këtu është një ambient pjesa e shkallës. Po, ky është ambienti i brezshëm. Në ambientin e jashtëm ndoshta kemi parë më parë që janë dritaret janë të gjata dhe të larta. Nuk ka hapësira të mëdha. Po kjo çfarë është? Kjo është korridor, kjo është shkallë që lidh dy katet. Lidh katin e parë me katin e dytë. Do me thënë, karakteristikat e tyre janë, kjo është guzhina, po. Që ti komentojnë pak, janë të gjitha fotot e shtëpisë tënde në Jarnin dhe shumë bukur e ke arreduar. Faleminderit, Niki. Kjo është guzhina, jam përpjekur ta bëj një ambient të qetë, se ha me fëmijët e mi, pasi jemi kthyer nga punat e lodhur dhe fëmijët e lodhur dhe nga mësimi, duhet jemi të qetë. Nuk kam televizor në guzhinë, nuk dua të shikoj. Ndaj ke përdorur ngjyrën e bardhë sepse të jep edhe këtë qetësim. Të qetësohemi. Nuk kam vënë televizor fare, nuk dua të shikojmë televizor. Kombinimi i bardhës me panën, ëh? Po. Nuk kam vënë televizor me qëllim që aty të bisedojmë, të lidhemi me njëri tjetrin, të marrë vesh çfarë bërëm fëmijët sot, të bisedojmë me burrin tim çfarë bërëm neve. Duam një ambient të qetë në guzhinë, domethënë sipas nevojave janë edhe ambientet. Është e vërtet kjo pjesa në fakt. Duhet prekur më shpesh sepse ndonjëherë jeta, rutina e përditshme na bën që edhe veç se teknologjia që është e para na bën të mos kemi shumë komunikim me njerëzit, qoftë me shoqërinë, qoftë edhe me ata të familjes. Jetës i tillë që na. Ky është ambienti i jashtëm, ky është një ambient i jashtëm. Na karakteristikat që thoshim më përpara të klasikës janë dritaret janë të larta dhe të ngushta, nuk ka hapësira të mëdha. Karakteristika e dytë dhe në tavanit të larta, karakteristika e dytë është në sheshe, çimendot. I preferohen ose druri, të jenë domethënë parket, ose të jenë mermer i bardhë, zakonisht. Mermeri zakonisht është i ftohtë edhe është i ftohtë. Parketi do thosha është lënda shumë e aftë me nevojat e njeriut. Nuk e preferoni shumë në Shqipëri, por për mendimin tim është gabim. Është gjë shumë e vlefshme. Biles ekziston laminati, i cili është kopjimi i parketit, është më ekonomik dhe nuk mund të krahasohet prapë me pllakat. Është dita me natën. Do të e vën dyshim për shkak të kujdesit që duhet të kemi më shumë për parketin, me lecka të lagura, është inerci, është për inerci. Kështu jemi mësuar, po që unë aty ku bëj nuk diskutohet fare, vetëm parket kërkojmë, vetëm parket. Është një element shumë i mirë dhe për njeriu, për të gjitha hapësirën e shtëpisë, Teodora, sallon, zakonisht në të gjitha, po që kërkojnë në sallon të bardhë, për shembull, për mermer të bardhë. Me mermer të bardhë. Po që në përgjithësisht po parket. Nëse flasim për ngjyrat, ju folët për ngjyrat dhe pam që shtëpinë e kishit më tepër të fokusuar tek ngjyrat e bardha sepse ishin çlodhse. Ama ka disa ngjyrat të cilat i japin ambientit ku ne duam ta arredojmë, ta ndryshojmë, japin atë tendencën ngjyrimin klasik. Cilat janë ngjyrat kryesore? Ngjyrat në arredimin klasik janë të caktuar edhe ato, siç është çdo gjë. Nuk mund të përdorësh në arredimin klasik Leila, Mauve ose hyn tek modernet. Po, hyn tek modernet. Janë këto ngjyrat e ftohta ose e bardha dhe pana. Të ftohta që nuk kuptojmë. Nuk kuptojmë këto që nuk kanë ngrohtësi, grija, jeshilja e herët, e zeza. Mund të shikoni dhe kanë bërë një mur të zi. Është tepër klasik dhe ai. Edhe pse hyn një çik tek modernia e zeza. Kanë shumë, janë të specifikuar edhe ngjyrat mund të themi në këtë ambient. Po ngjyrat gjithmonë janë të varura, më fal Niki, ngjyrat gjithmonë janë të varura nga roli i ambientit. Çfarë duam të bëjmë në këtë ambient? Për shembull, do shikoni në sallon. Në sallon është një ambient që neve shplodhemi, kemi miq, kemi fëmijë, të rrim të gjithë bashkë. Është një çik është vërtet i ngrohtë, është i bardhë, por nga ana tjetër ka edhe disa ngjyra. Kam të kuqen. Këtu po shohim detaje në fakt të shikojmë të dhomës së gjumit. Tendencave, dhoma e gjumit me detajet gjitha të arredimit klasik. Është pana se kjo është dhomë i gjumit. Në dhomën e gjumit preferova të kisha diçka që më qetësonte. Mos të kishte intens, mos të kishte
Edhe praktike, nuk ka shumë ngarkesë. Të jetë e qetë, të më shplodh, mos të ketë shumë ndryshime ngjyra që të më lodh syrin dhe mendjen. Pjesa e murit është me letër muri apo me është tapecari. Kjo është dhoma e vajzës. Në dhomën e vajzës kuptohet kanë vënë ngjyrë se aty do studioj, aty do thërra shoqën e saj, aty nuk duhet vetëm të shplodhet vajza, aty duhet të mësoj. Atëherë dhe ngjyrat ku ndryshojnë, nuk mund të vësh ngjyra të qeta shumë. Duhet të ketë diçka në qetësi dhe mos ketë mendje për të lexuar. Djalit po ashtu i veçoj ambientin e mësimit nga mësimi, ambienti që duhet shtrirë, nuk duhet dhe televizorit, kupton. Nuk kanë televizor fëmijët në dhoma, nuk duhet të kenë. Absolutisht. Se e përqendrojnë nga qëllimi tyre kryesor nga mësimet. Do me thënë dhe dua të them që dhe ngjyrat e dhomave i zgjedhim në bazë të rolit që kanë këto dhoma në jetën tonë. Shumë unë e dua për të shplodhur, fëmijët e duan për të lexuar. Kuzhinën e duam për të shplodhur të gjithë bashkë. Sallonin e duam që të kalojmë të argëtojmë mirë, të ketë dhe ngrohtësi, po të ketë akoma dhe një gjallëri, një lloj gjallërie. Perdet janë ato që i vënë vulën ndoshta bashkë me tapetin në një shtëpi. Sa e rëndësishme është në një arredim? Ngjyrat shumë të rëndësishme. Modeli, zgjedhja që janë shumë të rëndësishme ngjyrat Niki. Unë ngjyrat do t'i paralelizoja me kapakun e një tenxhereje. Do me thënë mund të bësh një arredim të mrekullueshëm, të kesh hedhur shumë para, të kesh bërë muret të mrekullueshme, të kesh bërë mobiljet shumë të mira, të jenë të gjitha këto në rregull, por në qoftë se ngjyrat nuk u vëren në mënyrë të tillë që të kenë harmoni, atëherë këto vlerat që thash më përpara nuk do munden të dalin në pah. Do me thënë ngjyra është ajo që i jep krah. Ka bojmë ne shqiptarët në arredimet e shtëpisë. Për këtë ekziston një ligj, dhe unë po ju them dhe të fshehtat e mia sot. Ekziston një ligj në arredim. Në ligji është ky që duhet në një ambient të mbizotrohen 3 ngjyra, jo më tepër. Gjithsej 3 ngjyra. Po lulet që janë tendencë, çfarë ti bën? Dhe lulet po është tjetër kategori arredimi. Po flasim për pjesën. Tani thash është ligj. Po çdo ligj ka dhe përjashtimet, kuptohet. Mirë është që këto përjashtimet bëjnë arredusët dhe jo njerëzit e thjeshtë. Njerëzit e thjeshtë nëse duan të arredojnë shtëpinë, duhet të respektojnë këtë ligj. 3 ngjyrat. Tani çfarë ndodh me këto 3 ngjyrat? Këto 3 ngjyrat kanë një marrëdhënie mes tyre. Që shkojnë në një familje apo jo? Jo, nuk është e nevojshme, nuk është e nevojshme, mjafton të ekziston një raport mes tyre. Është ngjyra e parë, ngjyra e parë e ambientit. Kjo është ngjyra që sa futesh në shtëpi duhet të bie në sy. Do me thënë duhet të kuptosh sa futesh në një ambient, çfarë ngjyre mbizotëron. Tani po mësojmë teknikat e zgjedhjes së ngjyrave për gjithë ata të cilët kanë blerë një shtëpi, duan të arredojnë çfarë do lloj stili, por rëndësia është sepse për çdo stil rëndësi ka ngjyra, është. Siç thatë ajo kapaku i tenxheres. Mësojeni tani se si do të dallojmë le të themi ngjyrat dhe si të bëhet zgjedhja e tyre. Do me thënë është ngjyra e parë që duhet të bëj bam kur futemi në një ambient, është një ngjyrë e dytë që kjo duhet të jetë në harmoni me të parë që duhet të jetë në dozë më të vogël, dhe është një ngjyrë tjetër që duhet të jetë akoma në dozë më të vogël në ambient. Ngjyra do të thotë se ku duhet të mbizotërojë. Tani ngjyra e para është në hapësirat e mëdha. Të mëdha. Do me thënë, kur futemi në një ambient duhet për shembull duam që ambienti të jetë i bardhë, duhet edhe muret të dominojnë të bardha. Janë koltuqet sipërfaqe të mëdha. Janë kurtinat sipërfaqe të mëdha. Këto janë ato që i japin ngjyrën të theksuar ambientit, ngjyrën bazë. Ngjyra e dytë janë tapetet. Janë sheshi, ngjyra e dytë. Ngjyra e tretë janë këto sendet e vogla që vëmë në ambient. Mund të jenë për shembull zbukuruset, mund të jenë korniza në mur. Të gjitha këto kuptohet, duhet të jenë në harmoni me njëra tjetrën, se mund të vësh lejlan me një ngjyrë që nuk shkon për shembull ose Çfarë ndodh me këto kombinime? Për shembull, ngjyrën e perdeve me çfarë duhet ta kombinojmë? Ndodh shpesh anvisat, njerëzit të reja i kombinojnë me ngjyrën e divanëve, me jastëkët, po kaq i kombinojnë edhe me ngjyrën e tapetit. Ka ndonjë gjë të prerë në këtë? Bëjnë mirë që e kombinojnë me ngjyrën e divanit, se dhe kurtinat dhe divanët janë hapësirat e mëdha. Ndërkohë këto duhet të kenë lidhje me murin ama. Po. Gjithmonë këto që po ju them kanë edhe përjashtime. Po ju them në përgjithësi dhe ato që janë të sigurta, me qëllim që të jeni të sigurt që s'do bëni gabim. Se një arredus di se çfarë ndryshime mund të bëjnë dhe mund mos vë kurtinë njësoj me murin dhe të ketë rezultatin të mirë, kuptohet. Po flas për njerëzit e thjeshtë, që të jenë brenda dhe të jenë të sigurt për zgjedhjet e tyre, duhet që kurtinat, muret dhe divanet kenë të njëjtat tone. Përsa i takon parketit, me qënë se ne përmendëm si pjesë element rëndësishëm për shtrimin e shtëpisë, sa lidhje duhet të ketë me ngjyrën që do të japim komplet, ngjyrën e mureve shtëpisë? Pra duhet të jetë më i errët nëse kemi muret e bardha, patjetër, ose duhet të ketë tendenca kolore? Varet se sa forcë kanë muret. Do me thënë nëse muret janë të lehta shumë, parketin mund ta bëjmë dhe të lehtë dhe të herët. Nëse muret janë të rënduara, nuk është mirë që parketin ta kemi të rënduar. Gjithmonë prapë theksoj gjithmonë prapë këtu ekzistojnë edhe përjashtimet, dakor? Mjeshtri i rregullon përjashtimet. Njeriu i thjeshtë është një çik vështirë.
është e vështirë në fakt ta bëjmë një shtëpi tjetë sa më funksionale, tjetë e shfrytëzuar çdo hapësirë, sepse këto janë metrat katrore dhe nuk kanë rastin dhe mundësinë të gjithë ta kenë një shtëpi kaq të madhe sa që ke ti Theodora. Megjithatë vura re që e bardha kudo si a del me pastërtinë, me të mbajturit, sepse çdo gjë shkallët, mbulesat, pastaj do ndalemi pak te tualeti, sepse edhe tualeti i ka dhënë tendencën klasike. Madje edhe ashensori të shtëpisë i kishte dhënë tendencën klasike. Si a del me ngjyrën e bardhë? Është e vështirë për ta mbajtur? Është e vështirë ngjyra e bardhë, po unë kam përshtypjen se unë e kam fituar basen me ngjyrën e bardhë se kam mësuar fëmijët të jenë të kujdesshëm. Fëmijët janë të rritur, të vegjël? Nuk janë të rritur, jo, janë 9 dhe 12, nuk janë të rritur, po duke ma kujdesur ata, duke mos bërë ata pjesë duar të pastra në shtëpi gjithë kohën, nuk bëhet asgjë pjesë dhe nuk ka asnjë problem. Ne pasi kemi arritur le të themi në arredimin e një ambienti të shtëpisë konkretisht. E kemi vënë vullën gjithçkaje, kemi zgjedhur perdet që duam, tapetin që duam, mobiljet, jastëkët, gjitha që na duhet. Çfarë duhet bëjmë për ta ruajtur këtë ambient? Përveç pastërtisë, po për edhe atë cilësinë që ato kanë. Në qoftë se këto i kemi bërë vetë, nuk di çfarë të them, çfarë të përgjigjem. Në qoftë se këtë na e ka bërë Redusi, që të mbahet ky ambient, duhet që çdo element i ri që do futet në këtë ambient, se është lloj logjikshme. Evolojmë, na pëlqejnë ambientet, na pëlqejnë sendet të tjera. Qoftë edhe një zbukuruese, qoftë çdo gjë e re që do hyjë, duhet të ketë tonet e ngjyrës kryesore. Që të jemi të sigurt që e bëjmë sakt. Njerëzit e thjeshtë flasim gjithmonë. E dyta që duhet të kemi kujdes është një moto që thotë çdo gjë në pra Redusit, çdo gjë në vend dhe një vend për të gjitha. Nuk duhet të kemi sende në shtëpi që s'kan vendin e tyre. Por ndryshe ata na mbysin. Duhet çdo gjë të ketë vendin e saj. Dhe treta është pastërtia. Nuk do të thotë duhet të lajmë të shpëlajmë gjithë orën se shkatrojnë ambientet, jo. Të mbahen pastër. Të kemi një mënyrë jetese të jemi të organizuar, mos të jemi. Të ndalemi pak tek gjitha ambientet që ne po shohim janë të gjitha të projektuar nga ana jote Theodora. I vura re që edhe tualetin sekundër e përmenda i keni përshtatur me ambient. Është e rëndësishme ky detaj? Që të jetë tualeta përshtatur me thjesht frymën që kemi dhënë gjithë ambientit tjetër të shtëpisë? Po, në qoftë se duam që ambienti jonë të ketë një identitet, do me thonë, të shikosh një ambient dhe thuash ky është neoklasik, ose ky është klasik i rënd, ose ky është modern, duhet që të gjitha këto elementet të lidhen me njëra tjetrën. Por ndryshe bëhet një mishmash. Ky është dhe gabimi që bëjnë njerëzit e përditshëm, njerëzit e thjeshtë që si janë Redus. Do me thonë gabimet që bëjnë njerëzit kur arredojnë shtëpinë e tyre është që ngatrojnë stilet. Ky është gabim shumë i rëndësishëm. Nuk duhet në asnjë mënyrë, nëse vendosim të bëjmë shtëpi, duhet të kemi vendosur, të kemi të qartë në mendjen tonë se çfarë stili do ndjekim. Dhe kur do ndjekim këtë stil që kemi vënë në mendjen tonë, nuk do dalim të blejmë koltukun dhe pse na pëlqen një koltuk ta marrim ta sillim në shtëpinë tonë. Duhet që koltuku që do marrim të lidhet në shtëpinë tonë, le të jetë sa të do i bukur në dyqan. Duhet një koltuk më i thjeshtë, më ndryshe nga ai, që mund mos të duket kushtueshëm, që mund mos të duket kaq i mirë sa në dyqan, të përshtatet më mirë në shtëpinë tonë. Sa është stili. Gabimi i dytë që bëjnë njerëzit është do thosha kjo mos respektimi ngjyrave. Nuk respektojnë këto ligji që ju thash për ngjyrën. I tre ngjyrave kryesore. Megjithatë, është e vërtetë që arredimi klasik është më i kushtueshëm apo s'ka lidhje se edhe një ambient neoklasik apo modern mund të jetë të njëjtën vlerë po varet se çfarë zgjedhim e sa dim ta përshtasim. Kjo është një mit për mendimin tim. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë se mund të gjesh dhe gjëra moderne që janë shumë më të shtrenjta se sa klasike. Se klasiket. Po, është mit. Edhe dhe në qoftë se më të shtrenjta mund të dalin klasiket, përsëri për mendimin tim ja vlen, se janë ato që rezistojnë kohës. Domethënë nuk do duhesh që për 15 vjet të ndrosh ambientin tënd përsëri, se të shënduar, se të kujton një 15 vjeçar tjetër. Është aty, është gjithmonë aty, të shoqëron gjithë jetën tënde dhe nuk të bezdiset, se nuk është diçka që të kujton një pjesë tjetër, një periudhë tjetër modeje. Siç ndodh me modernet. Modernet për shembull bërë diçka si vjet, është në modë si vjet, para disa vjete që druri vengje, si vjet sot nuk është më vengjeja. Je detyruar të heqësh ato, të bezdise, do i investosh prapë. Do i investosh prapë kurse klasikën e ke aty, është gjithmonë e bukur, nuk të rëndohet kurrë, akoma dhe më shumë të kushtoj që nuk do të thotë kjo se kushtojnë gjithmonë më shumë. Ja vlen për mendimin. Ne si popull, si shoqëri, çfarë tendence kemi në tërësi? Çfarë përshtypjesh ke?
Kam përshtypjen nga punët që kam bërë në Sarand, kam përshtypjen se jemi tek neoklasike dhe klasike. Te neoklasike jemi. Po. Dhe është e qartë, dhe e kuptoj fare mirë. Dhe unë këtë zgjedhje kam bërë. Është e qartë se të mbyll një cikël jete e pare punës, ekonomi, nuk merresh më me shpinë. Vjen një ambient të këndshëm, tërkohën, bëhet pjesë e jetës tënde, jeton mirë. Është më e ngrohtë. Është më e ngrohtë. Mirë të vret mendjen se kundër e tham, pastaj. Nuk vret mendjen se duhet të ndruar ose kështu. Ndihesh mirë dhe duhet të them edhe diçka këtu që ambienti është pjesë e karakterit tonë. Është ai që na përfaqëson. Ambientet klasike kanë fisnikëri. Ka një lloj fisnikërie. Duke qenë në një ambient të tillë ndihesh dhe ti vetë fisnik. Është pjesë e jetës tënde, është pjesë e karakterit tënd. Dhe tregon më së miri se çfarë. Po ndihemi më të kompletuar, më të si përshtatesh. Të falenderoj shumë Theodora që erdhe në vilën tonë. Edhe unë falenderoj. Tu kam përfunduar këto minuta të bisedës me Theodora Raftin. Besoj se jeni çlodhur dhe me pamjet që ju kemi sjellë nga shtëpia e saj. Ju falenderoj shumë që na ndoqët dhe sot. Shihemi nesër. Mirupafshim. Faleminderit.